E dini çfarë ma shpif më shumë në këtë vend? Kur shikoj që institucioni, autoriteti i dosjeve të ish sigurimit të shtetit, bën aktivitete në përkujtim të viktimave të komunizmit ose më saktë të masakrave që kanë bërë komunistët shqiptarë ndaj shqiptarëve, dhe fton apo thirr aty edhe ose më saktë i bën këto aktivitete me përfaqësues të Partisë Socialiste. Nuk ka cinizëm më të madh që të kujtosh viktimat dhe të thirrësh aty ata që kanë vrarë. Pra të thirrësh njerëz nga ajo organizatë e cila në mënyrë terroriste i ka vrarë ata, ka përshkatuar, i ka internuar familjarët e tyre, i ka persekutuar e kështu me radhë. Dhe po kjo organizatë nuk ka kërkuar falje këtyre viktimave. Dhe këta shkojnë aty për kujtuar këto viktima. Siç ndodhi herën e fundit në burgun e Spaqit, ku ambasadori i Bashkimit Evropian, Gonzato, padyshim ishte i ftuar dhe ai këtë periudhë ka patur angazhime serioze, do të pranojmë këtë realitet, por kur shikoj aty antar ose deputet Partisë Socialiste që flasin, marrin dhe fjalën pa pikë turpi dhe flasin për krimet e komunizmit, ky është cinizmi më i madh që mund t'i bëj viktimave dhe pasardhësve të tyre. Po fajin e kanë ata që i qasin, i pranojnë këta palaço në këto takime. Pra ata që kanë votuar në burgun e Spaqit, Burrelit e kështu me radhë, Qafbarit e kështu me radhë, pranojnë që të shkojnë antar të Partisë Socialiste, deputet të kësaj organizate për të përkujtuar vojtjet e tyre. Kjo është jo e papranueshme, po kjo është jashtë çdo norme njerëzore, njerëz. Pra, në Auschwitz të shkojnë aty, të përkujtojnë ata që kanë votuar në këto kampe, nazistët. E njëjta gjë është. Ja, kjo është Shqipëria sot. Është tallje që i bën autoriteti i dosje, një institucion që tërësisht kot fare, me një drejtuese e cila ka qenë zvënd Serion Velis kur ishte ministër i punëve të çështjeve sociale deri në 2015, tani ka shkuar aty dhe tallet me persekutorit politik. Tallet me vuajtje e sakrificat e familjarëve të tyre. Dhe kjo parti s'ka kërkuar falje për këto krime. I kanë bërë këta, kjo parti e Ramës, kjo partia europiane, kjo e rilindura, kjo progresistja, kjo partia terroriste, Famira Orer Plasari. Kjo tha në një anë është parti, në anë tjetër organizatë terroriste. Hajde miru pafshim.